Presidentja dhe komandantja supreme e armatës Gordana Siljanovska-Davkova në shënimin e 5 vjetorit të antarësimit të vendit në NATO i bëri thirrje shtetit që të investojë më shumë në mbrojtje, veçanërisht në teknologji dhe armët e avancuara në nhijen e kërcënimeve globale të sigurisë, duke përfshirë sulmet hibride dhe kibernetike. Presidentja theksoi se ndodhemi në periudhën ndoshta më kritike gjeopolitike pas luftës së ftohtë dhe kërcënimet e sigurisë imponojnë nevojën e investimeve më të mëdha në mbrojtje, përfshirë edhe teknologjitë përparuese. Si shtet duhet të investojmë në mbrojtjen dhe sigurinë e Maqedonisë. Do të vazhdojmë të kontribuojmë për paqen përmes pjesëmarrjes në misionet paqësore të udhëhequra nga NATO dhe OKB. Do të harmonizohemi me standardet e NATO-s dhe me politikën e përbashkët të mbrojtjes dhe sigurisë së BE-s. Investimi ynë në aleancë është njëkohësisht investim edhe në armatën tonë. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski, duke folur për tragjedinë e Koçanit me Sjerash, bëri thirrje për unifikim mes qytetarëve dhe ndërtimin e një shoqërie të zhvilluar. Ai theksoi se NATO nuk është vetëm një aleancë ushtarako-politike dhe një organizatë që mbron kufijtë e jashtëm të shteteve anëtare të saj, por edhe një aleancë që pavarësisht nga të gjitha pikpamjet e ndryshme për njëmori temash, ka një thelb të përbashkët, kujdesin për njëri tjetrin. Kjo është vlera më e madhe në aleancë, shtylla që na mban të drejtë edhe në momentet më të vështira të jetës njerëzore. Kjo është forca jonë kolektive. I falenderoj secilin prej tyre nga thellësia e zemrës dhe u them, unë dhe qytetarët Maqedonas nuk do të harrojmë kurrë mbështetjen e tyre. Komandanti i komandës së përbashkët të forcave aleate në Napoli, admirali Stuart Manch, kujtoi se Maqedonia e filloi rrugën e saj drejt antarësimit në NATO 30 vjet më parë dhe ka treguar vendosmëri dhe përkushtim për reforma, ka tejkaluar pengesat dhe është nisur drejt transformimit. Ky rajon dhe bota jonë do të vazhdojë të përballet me sfida komplekse, të shkaktuara nga tensionet në rritje dhe ndikimi i atyre që kërkojnë të minojnë vlerat dhe mënyrën tonë të jetesës. Së bashku 32 vendet e NATO-s do të mbeten të bashkuara për sfidat, sepse ne e dimë se mbrojtja e paqes është jetike. Paqja është mënyra më e mirë për të siguruar paqen dhe stabilitetin afatgjatë. Paqja është baza e përparimit dhe prosperitetit për të gjithë. Kujtojmë se më 27 mars të vitit 2020 Maqedonia e Veriut u bë anëtare 30 e NATO-s. Antarësimit në këtë aleancë i kishte paraprit ndryshimi i emrit të shtetit për shkak të kontestit me Greqinë, e cila për vite me radhë kishte bllokuar integrimin atlantik të vendit.